Hag e nga portali kalojmë në diçka tjetër, kalojmë tek letërsia, por në këtë pikë letërsia si mjet për të forcuar identitetin shqiptar në diasporë. Do të kemi në lidhje të drejt për drejt Zejadin Dedinca, autor. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje nderuar. Zotëri Dedinca, jemi duke folur për veprën tënde në letërsi, shkrimi si formë e forcimit të identitetit shqiptar, edhe për te i kufive, duke pasë parasysh angazhimin tuaj në Kanada dhe jo vetëm. Sa arrinë që përmes shkrimit faktikisht të ruhet identiteti shqiptar edhe për te i kufive? Unë e thëmë që nuk është lehtë ta ruaj identitetin shqiptar. Është gjua shqipe, është një gjuhë unike, unë e thëmë dhe duhet punojmë shumë për ta mbrojtur, po e lehtë nuk është. Unë ka 33 vite që jam jashtë Prishtinës, kam jetu në Gjermani, në Angli, pas edhe në Kanadë. Tëmë drejtën ambasadët ose qeveritë tona pak bojnë për ne, kështu që jemi të vetëm. Po, thani që jeni të vetëm në kuptimin që në këtë rast secili shqiptar, spaku në Kanada atje ku jetoni jo dhe e shihni përsëafër se si funksionojnë shqiptarët, gjejnë mënyrat e tyre për të mbajtur gjallë identitetin. Patjetër, është kjo. Ne kemi obligim ta mbajmë. Pra, ju keni gjetur mënyrën tuaj, pra mënyra juaj është shkrimi. Është shkrimi, unë mena dhe mendima, kam ndihmuar me 10 shkolla në shqiptari, si që quajnë në Shqipërinë, Kosovë dhe në Bujanovës. Kam ndihmuar shkollat me kompjutera, që edhe kjo është një që më shtyn me mbajt gjuhën shqipe dhe me kona për adheut. Në anën tjetër, ne të ndalëm të flasim më shumë për shkrimin, për veprat e juaja, dim që së fundmi keni si në treg edhe një vepër, për çka bëhet fjali, çka përfaqëson në kjo vepër dhe realisht çka nxjerr në pa? Në gusht 2025 se sjella në autobiografin Rrugët e mia, do të përshkruaj gjitha misionet e mia, duke filluar, siç thash, se më herët kam ndihmuar Kosovën me shqiptarinë me kompjutera, kam ndihmuar Kosovën me misionet Prishtina-Kosovë, që në shumë vende ekziston ende Prishtina-Jugoslavia apo Prishtina-Serbia. Jam munduar me atë timen, por nuk kam gjetur përkrahje nga institucionet e Republikës Kosovës. Me atë timen kam arritur diçka, sa të pak. Dhe këtë muaj në janar, e sjella në të ditë me poezi, të cilët më shumë një kështoj pra dhe jonë për vendlindjen. Kjo është. Po pse ky libër, po flasëm për librin Natë e ditë, librin e fundit, pse pikërisht poezi që lidhen me Adheon, pse e ndalë në këtë pikë? Unë mendoj që ne ngërëtarët e dojna shumë Adheon. Po Natë e ditë është diçka që nga shumë vështirësi në diell, nga nata në ditë, thonë kjo është, domethënë e kam sjell titullin, por ne jemi me trup në Kanada, por shpirtin dhe zemrën e kemi në shqiptari. Sa ka interesim nga komuniteti shqiptar në Kanada për veprat në gjuhën shqipe, sepse e dim që ndoshta ekspozimi i vazhdueshëm atje është pak më problematike që pastaj të ketë interesim për vepra në Shqip. Unë, si që thash edhe më herët, jemi pak të lënën anash. Neve na duhet, fëmijët tonë kanë nevojë më shumë për shqiptarinë, për Shqipërinë, Kosovën, qeveritë tona, ambasadat. Tani kanë fillu po shumë pak. Ne kemi nevojë më shumë, pasi miliomi, të thëmë dhejtë pasi miliomi. Shoqatat, kemi 2 shoqata këtu në Montreal ku jetoj unë, është një shoqata kulturore, shoqata e Kosovës. Kanë organizuar për festa, kemi shkollat shqipe për fëmijë, po pak është. Kam pak interesim. Për mu, e falenderoj shoqatën, kanë organizuar për promovimin e librit, por tani në fund shkurtit do ta kam edhe promovimin, prezantimin e librit dytë, Natë e ditë.
që më kanë premtuar, më kanë thënë që do ta bëjmë. Po, konsideroni që ka themi mungesë mbështetjes nga institucionet kompetente dhe konkretisht nga ambasadat. Çka ka qenë, ose cilat janë pikat që ju si komunitet shqiptar në Kanada keni nevojë për mbështetje, ndoshta edhe keni kërkuar, por nuk e keni gjetur një të tillë? Unë këtu në librin tim që më duket edhe keni rrugët e mia, e kam cekur që para 2015, 16, 17, 18 kam kontaktuar me ambasada të Kosovës, siç në Kanada, edhe në Amerikë, kam kërkuar ndihmë që minimumi ta kem një letër që Kosova është shtet, pasi kisha kontakte me disa organizata të ndryshme. Dhe nuk më afronin ndihmë. Kjo është, do të thonë, minimumi që do të bëjshin, ata paguhen për këtë punë. Pra thonë që edhe në pika të tilla nuk keni gjetur mbështetje. Mund të jetë, themi, kjo një arsye e fortë konsiderohet që nuk mbështetet komuniteti shqiptar, mund ta keni konsideruar që diçka ndoshta mund të ndodhë edhe për shkak të procedurave për çështje të caktuara. Unë mendoj që ata paguhen për këtë punë, për komunitetin shqiptar. Sikur të Kosovës ashtu edhe Shqipërisë, dy ambasada domethënë kanë punë ato me bë për ne. Dhe unë them, tani kanë filluar, i shoh që i kanë hapur syt pak ka komunitet, por mos të vazhdojnë me injerim se do të bëhet shumë vonë. Dhe ne kemi një të keqe që asimilohemi shumë shpejt, integrohemi shumë shpejt në kultura ndryshme. Siç ne e dimë, shumë shqiptarë në Maqedoni sot është Maqedon, quhet Maqedon, ashtu në Serbinë e Sodit, ashtu në Greqinë e Sodit. Edhe në Kosovë unë kam informata që ka shqiptarë që janë asimiluar shkako që ishin në kohë ortodoks dhe këtu është do të jetë shumë më lehtë që të integrohemi edhe të asimilohemi. Që unë kërkoj mendimin e emësh që të na përkrojnë, bëjnë më shumë për ne. Pra thonë që rreziku kryesor dhe potenciali më i madh është që komuniteti shqiptar në Kanada të asimilohet. Ka shumë fëmijë, duhet të jem realist, ka shumë fëmijë që nuk flasin shqip. Ka shumë. Kam takuar familjar, që edhe familjarët i flasin në gjuhën frengje ose anglisht të fëmijëve. Po. Dhe kjo është e keqja e jona. Po, zotëri Dedinca, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë në rreth e rrotull. Shumë faleminderit për jush, nga si jenish.